Përshëndetje miq të respektuar. Në këtë video sonte do të zbuloj arsyet pse SBA është duke e mbështetur kaq shumë Turqinë, pse është duke bërë lëshime kaq të mëdha në raport me Turqinë, pse Donald Trump aq shumë e lavdron dhe e ngrit aq lart presidentin Erdogan dhe më kryesorja si arriti Turqia të bëhet superfuqia e dytë e botës e ndoshta edhe e para. Në çka dhe si e përse e quaj superfuqia e dytë e botës do të mësoni pikërisht në këtë video të sonte. Dhe për ta kuptuar këtë edhe më mirë, do të shpjegoj armën më të rëndësishme në botë, të cilën tani e ka Turqia në duar dhe vjen me njëherë pas Kinës me këtë armë e cila apo me të cilën në të ardhmen do të sundohet dhe pushtohet bota, sepse ekonomia botërore do të varet nga posedimi i kësaj arme të cilën e ka në duar Turqia. Kur e dhash lajmin unë në murin tim, atje në rrjetin social, komente botërisht dhe privat më vinin shumë duke më thënë se edhe unë po i egzagjeroj titujt e fjalit si që bëjnë disa të cilët kanë kanalet e tyre në YouTube apo emisione e televizione të ndryshme që ofrojnë video në kanalin e tyre në YouTube. Ju tham atyre, as nuk jam prej këtyre dhe as nuk jam prej të tjerëve, por atë të cilën e kam thënë në atë status në rrjetin tim social aty, nuk është me fjali të egzagjeruara, por ishte një manifestim apo një pasqyrim i një realiteti të pabesueshëm, por që ka dashur fati i kombit turk dhe i Turqisë që ta bëjnë vërtet fuqien e dytë në botë. Fuqi kjo e cila në të ardhmen do të përcaktoj edhe dinamikat e gjithëbashme geopolitike dhe geostrategjike të botës. Se përse është fjala, do të dëgjoni sidomos sonte në këtë video. Në videon e djeshme, unë fillova të flas kapak në këtë temë, po për shkak të minutazhes nuk arrita të përfundoj duke mos dash të ju ngarkoj me një video ma shumë se një orë. Edhe ashtu e shoh se është e rënduar që të përcillet një orë e 2 orë një sqarim i tillë. Andaj, ato të cilat nuk kam arrit të them brëm, do t'i shpjegoj në mënyrë të detajuar. Për ta kuptuar ju dhe për të bindur edhe jo, ata të cilët shohin me sytë e ballit dhe kanë arsye të shëndosh, ti kuptojnë dhe ti lexojnë faktet dhe shifrat për ta vërtetuar të gjithni se Turqia pas kësh pasur në tokën e saj atë armë e cila, edhe njerë po them, përcakton dinamikat geopolitike dhe geostrategjike të gjithë botës. Mbram përmenda se Kina është duke e sulmuar dhe dëmtuar mbase nëse vazhdohet kështu duke e gjunjezuar Amerikën me 3 armët e saj strategjike. Arma e parë të cilën e posedon Kina dhe me të cilën është duke e sulmuar SBA-n dhe e ka ngritur në këmbë, apo të them e ka gjunjezuar para sulmeve kineze është elementet e rralla. Elementet e rralla pra është arma me të cilën Kina ja ka synuar bankrotimin e industrisë elektronike dhe ushtarake të SBA-ve, sidomos në prodhimin e aeroplanëve e në veçanti të aeroplanëve
F-35. Pa këto elemente, Amerika as që do të mund të ndronte e realizonte prodhimin e aeroplanëve më të kushtueshëm dhe më të rrezikshëm që sot posedon bota. Armën e dytë, të cilën është duke e përdorur Kina për ta gjunjëzuar Amerikën, e a jarrin, Zoti e di, dhe gatishmëria e forca deri më tani e panjohur e shëbave mund të përcaktojnë rrjedhën e tani e tutjeshme, por arma e dytë e Kinës që po e sulmon dhe ka filluar ta sulmoj shëban është arma e bujqësisë, me të cilën e ka goditur tepërën shtresën e mesme amerikane, apo ajo që quhet brezi i artë i shoqërisë amerikane. Do me thonë i ka goditur hiq më pak se 60 milion votues të Donald Trump. Dhe kjo nuk është e rastishme. Dhe arma e tretë me të cilën Kina po e godet Amerikën kaq rënd është arma e transportit ndërkombëtar. Imagjinoni të respektuar, vetëm në Afrikë Kina ka ndërtuar 32 porte ndërkombëtare të mëdha, ku duke e dëbuar Francën nga kontinenti i Afrikës. A në këtë proces ka ndihmuar edhe Turqia, e ka një rol të rëndësishëm edhe Turqia në dëbimin definitiv të Francës nga kontinenti i zi. Kina, duke i ndërtuar ato 32 porte të mëdha, shëbave ua ka pamundsuar që ta fusin sërish një këmbë të tyre në kontinentin e Afrikës. S'ka hapësira në të cilat, hapësira strategjike në të cilat nuk është vendosur Kina. Me luftë mund t'i merr ato vende, mund t'i merr ato porte, por nuk është në interesin e shëbave që të nis një luftë frontale me Kinën. Aq më shumë kur Kina nuk tregon gatishmëri në asnjë mënyrë të nis këtë luftë frontale, por është duke i punuar nga nën toka e saj për ta goditur mbi tokën dhe ajrin amerikan. Njëjtë kështu, miq, përveç në Afrikë, Kina njëjtë ka bërë kështu, më falni, njëjtë ka bërë kështu edhe në Afganistan, ku pasi të tërhiqet shëbaja nga Afganistani, Kina vendoset aty, duke investuar shumë marramense në infrastrukturën rrugore dhe hekurudhore, deri në ato masa sa e bën Afganistanin si të ishte një pjesë e Kinës. Për këtë arsye Donald Trump para një 2 jave kërkoi nga Afganistani rrafshnaltën e Bagramit apo aeroportin e Bagramit, ku Afganistani, natyrisht duke e ditur mbështetjen që e ka në Kinën, i përgjigjet në mënyrë të drejtpërdrejtë. Kur më Amerika nuk mund ta merr Afganistanin dhe kur më ne nuk t'ja dorëzojmë Bagramin. Për ta ditë rëndësien e Bagramit, aeroportin e Bagramit, ju them se Bagrami është një zonë, një qytet 2 orë larg kufirit Afgan andej ka Pakistani. Ata të cilët mund të përkujtojnë tani hartën e Afganistanit, e din se Afganistani e ka një farë kaçepi si të zgjatur mbi Pakistanin dhe lidhet puqet me kufit e Kinës. Afganistani është zonë shumë e rëndësishme dhe vitale për Kinën. Po mos të ishte Afganistani një zonë kaq e rëndësishme në Azijen qendrore, megjithëse që ka diskutime a i takon Afganistani Azisë qendrore a jo, këto emërtimet e zonave gjeografike janë objekte trajtimi deri në ditët tona, se cilat shtete janë lindja e mesme, cilat Azia e mesme, cilat Indokina, por megjithatë, po mos të ishte Afganistani i këtil, Britania nuk do të linte atje me 10 mijëra ushtar të vet,
sa ka qenë perandoria britanike, Bashkimi Sovjetik nuk do të pushtonte, Amerika nuk do të futej aty dhe sot Kina nuk do të tregonte këtë gatishmëri kaq të madhe dhe kaq të rrezikshme që të nis luftë frontale ekonomike me Amerikën përveç të tjerave edhe për Afganistanin. Nejse, po vazhdojmë te tema. Tema e sotme pra janë elementet e ralla, apo siç po quhet nafta e shekullit 21. Shahdamari i ekonomisë botnore postmoderne. Armë këtë të cilën, si nimet prej Zotit, Turqia është zbuluar se e posedon një sasi edhe më të madhe se sa Kina. Nëse Kina posedon diku aty 37-42% të rezervave botnore të elementeve të ralla, si pas shifrave në tonelata, në miliona tonelata të këtyre, Turqia është e para ose e dyta. Po, miq, e them sërish dhe pa pikë hezitimi, se me zbulimin e këtyre armëve, të elementeve të ralla, të një pasurie që nuk mund të numërohet me shifra, që kalon mbi $100 trilion, që kalon disa herë GDP-en e Bashkimit Evropian, Turqia po bëhet shteti i cili domosdo do të jetë përcaktore e dinamikave të politikave botnore, ekonomike, strategjike dhe të ngjashme. Çfarë janë elementet e ralla, atë që nuk mujta me spjegue në videon e kaluar? Janë thesari i fshehur i fuqisë së rrezikshme kineze. Është arma kryesore dhe më e rrezikshmja e Kinës. Kina sot posedon 440 milion ton të këtyre elementeve, që dënë të thot gjysma e rezervave të botës, që dënë të thot 23 herë më shumë se sa që posedon Shëbaja. Shto kësaj, 80% e produkteve të këtyre e xeheve të ralla, apo të rezervave të botës janë në duart e Kinës. Pse? Sepse janë të varura nga Kina, sepse Kina vendos për çmimin e tyre, për prodhimin e tyre, për shitjen e tyre, për fuqjen e tyre në përdorim dhe po dashti për tërheqjen e tyre nga prodhimi për të bankrotue industrit më të rënda dhe të rëndësishme të botës, dhe target e ka natyrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përse Kina ta ketë këtë fuqi të vendos ka shumë, sepse Kina është i vetmi shtet në botë i cili ka arrit që ta perfeksionoj, ta avancoj industrin e përpunimit të këtyre xeheve sa as një shtet, jo që e ka si Kina në sasi më të vogël, por as që mund t'i afrohet nivelit kinez në posedimin e kësaj të kësaj industrie. Kina thjesht ka pushtuar botën nga nëntoka, gjë të cilën nuk kanë mujt ta imagjinojnë as institucionet më të rëndësishme, inteligjente amerikane apo të Bashkimit Evropian. Këto xehet të ralla, si që shpjegova kalimthi natën e kaluar, në videot e kaluar, janë të ralla jo për shkak se nuk gjenden lehtë gjithkund në natyrë, por për shkak se janë të shtrajta, për shkak se janë boshti kurrizor i industrisë së ardhshme, për shkak se janë të kushtueshme me i nxjerrë dhe për shkak se janë tepër specifike në pastrimin e tyre, ndarjen e tyre në atome dhe përdorimin e atomeve të këtyre xeheve të ralla në ato të cilat do t'i përmendi tash më njëherë, në cilat inteligjenca artificiale as që mund të imagjinohet
pa pas paku një atom të xeheve të ralla. Makinat elektrike, Elon Musk, e thash pram, ka hu prej pazarit, nuk është u do keq. Kur i majke durt kështu, krekos jasene, Kina e ka godit Amerikën edhe me bujqësi, duke ndal importin e misrit, importin e sojës dhe importin e vajit për Amerikës, 24 milion familje amerikane, jetë e të cilve është varë nga bujqësia, i ka qitë për tokë. 60 milion votues të Donald Trump janë në për rrugë duke kërkuar llogari për Trumpin, se çfarë në bëne, ti na i paguaj tani kredite, ti na i paguaj borxhet, ti na paguaj pagat e punëtorëve të tonë dhe problemeve të tjera dhe nevojave të tjera ekonomike që i kemi pas dhe i kemi ndërtue duke shpresuar në produktet tona që i shesim jashtë. Pra, makinat elektrike varen nga xehet e ralla, sistemi i raketave, sistemi i mbrojtjes, satelitet e gjithësisë, baterit të gjitha llojet e tyre, aeroplanet amerikan, thash, sidomos F-35-shat, telefonat celular, lazeret, rentgenet, mjetet laserike në mjeksi dhe në industri të ndryshme, prodhimi i kamerave, i ekraneve LED, të televizioneve dhe shumë ilaqe të nevojshme dhe të shtrejta. Me këto xehe, Kina paralajmëron botërisht fillimin e luftës së tretë botnore, që po quhet lufta e sërishme e ftohtë dhe luftë këtë të cilën ja shpall fillimisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas mediumeve të njohura kineze, nëse SBA-ja nuk e kupton keqpallje lufte të ftohtë kundër saj, Kina është në gjendje të shkoj edhe një hap më tutje për ta bindur administratën e Donald Trump se punët nuk i ka as për së afërmi, ashtu siç e kërcënon të botën me tarifa e pushtime e bashkime të shteteve me SBA-jen, e Grenlandën, e kanalin e Panamas dhe të tjera. Me një fjalë, Donald Trump e merr një goditje të cilën as njerëzit më inteligjent të cilët i ka për rreth nuk paskëshin mund ta kuptojnë dhe imagjinojnë. Kur Donald Trump, pse dolën hap në këto 2-3 javë të fundit, pse filluan të përmenden ka shumë këto elementet e ralla, xehet e ralla. Për shkak se Kina e pa se Amerika nuk mund të ndalet me ato tarifat, lojen e tarifave doganore. Dhe kur e kërcënoi Kinën me 147% të ngritjes së tarifave doganore, Kina e nxori nga nën tavolina, apo nga matan perdja këtë armë dhe i tha Amerikës, ja ku më ke në ballin tënd. Përveç 7 xeheve të ralla të tjera, Kina sot posedon sidomos galiumin, germaniumin dhe neodymiumin, pa të cilat as nuk mund të imagjinohet industria e tanishme postmoderne. Në rregull, çfarë duhet të bëj Kina, çfarë po bën Amerika dhe si u fut Turqia në këtë lojë kaq të madhe? Vazhdojmë me shpjegimin. Elementet e rralla që me terminologjinë moderne adekuate po quhet nafta e re e shekullit 21 dhe elementi që do të përcakton fuqitë, superfuqitë botnore në shekullin 21 dhe 22 janë ato elemente që në gjuhën angleze quhen rare earth elements, REE dhe ajoseja në fund e shumësit.
Këto miq janë shtyllat e teknologjisë moderne, një, të ekonomisë digjitale, dy, dhe të industrisë së mbrojtjes, nisur nga dronët e raketat deri tek satelitët e gjësisë. E thash pak më parë se kjo fjala e rrallë, mos e trajtoni, mos e shpjegoni, mos e kuptoni si diçka që gjendet vetëm dikun, rrallë e nuk gjendet në vendet të tjera. Po, jo në çdo vend të botës ka, jo në çdo shtet të botës ka, po përsa i kam pa ngjyrat, miq, ndoshta ju bie pak si kështu digresion i çuditshëm, përsa i kam pa ngjyrat, të cilat ngjyra në ata gurt e ish presidentit historik, të pazavencushëm, s'paku deri sot, që ja udhëron të delegacioneve, e një prej tyne e kam, dikon e kam pa mdokët edhe në njërin prej shtëpijave tona pej Trepçës, a nuk e dije. Përsa i kam pa ngjyrat e këtyre elementeve të ralla dhe ata gur që i dhuron të Trepça, e ky Ibrahim Rugova, heq nuk është larg mendve se Trepça, Kosova, është një gur e madhe e çatyre elementeve të ralla. Mbetet për ekspert adekuat që ta hulumtojnë këtë hipotezë. Mos them bile hipotezë, po këtë fjali kalim thitimen se mos vallë, së paku për nga ngjyra, pse ti përngjajnë aq shumë njëra tjetrës edhe këto elemente të cilat i posedon Kosova. Pra, elementet të rralla janë për shkak të vështërsive të cilat paraqiten dhe kostove e të tjera e. Pra më thash, nuk është mirë edhe islamikisht, po edhe logjikisht, që popoj ta kenë një rafahije, një pasuni, një jetë super luksoze. Kthehet bumerang. Evropa, Amerika, janë bo vende cilat ndrohen prej 70% e tjetër të botës. Pikërisht këto gjëra e kanë bë pastaj atë 70% e botës të vinë ka Evropa e ka Amerika për një jetë ma të mirë dhe ma të dinjitetshme materialisht spako. Megjithatë, tash po shihet se Kina pas kështë qenë ma e mençur, ose të them ma objektivisht, qenë kështë përgatitur për shekullin e 21. Një shekull që nuk ka me mujt me duru ma këtë luks të tepruar në botë, ku do të pendohen shtetet, sidomos shtetet muslimane arabe, të çmendura në plot kuptimin e fjalës, me ato ndërtime, me ato rrugë, me ato lukse haram, në plot kuptimin e fjalës haram. Haram ajo çka janë duke e bë vendet muslimane të pasura me naftë. Nuk janë të ditë ku me i lam paret, ku me investu. Një sprov, një provim, një sfidë serioze nga Allahu i Madhreshëm, që mund të vi koha kur khalifja i fundit i shtetit islam, kur detyrohet të largohet nga Grenlanda në Spanjë, në Andaluzi, kthehet ka porta e pallatit mbretnor, i çon duart drejt Allahu dhe i thot: o Zot, çfarë mëkati bëra unë dhe njerëzit për rreth? Dihet se ka qenë shumë i devotshëm Abdul Walidi, shumë ka qenë i devotshëm, i drejt punëtor. Çfarë mëkati bëra unë që të më detyrosh dhe caktosh kaderin që unë të lëshoj Andaluzin muslimane? Jo, pa i nuk ka pas mëkat. Siç nuk do të kenë mëkat gjeneratat e reja e këtyre të çmendurve, sot që bojnë kaq shumë harxhime dhe bota në përgjithësi, dhe në bazë të këtyre gabimeve teknike, të smura psiqikisht, gabime të smura psiqikisht,
Kina shumë bukur i ka shfryzuar dhe tani më po e pushton botën nga të gjitha anët. Elementet e ralla miq, 3 minuta dhe po kthehem te Turqia. Për me edit jo, për me editën, janë 17 sosh. Ndohen në 2 grupe, po unë po i njihi si një grup. Është një lanthaniumi, pastaj praseodimiumi, pastaj neodimiumi, pastaj promethiumi, pastaj samariumi, pastaj europiumi, pastaj gadoliniumi, pastaj terbiumi, pastaj dysprosiumi, pastaj holmiumi, erbiumi, thuliumi, yterbiumi, lutetiumi, skandiumi dhe uteriumi. Këto elemente, këto dzehe, këto minerale, këto metale, si me i qujten me terminologjin kimike, nuk po e di po, këto dzehe të ralla janë ato të cilat do të përcaktojnë të ardhmen e shteteve të botës. Këto elemente, si tërsi, 37-42% të rezervave botnore nëntoksore i posedon Kina, mrena kufive të Kinës dhe afër 80% të prodhimit global të tyre. Përveç Kinës posedojnë SBA, Australia, India, Brazili, Rusia, Kanada, Vietnami, Malezia, Suedia, Norvegjia, Grenlanda, BE-ja si tërsi prej 1 deri në 2% të sasisë rezervave botërore, Japonia, Korea Jugut dhe Ukraina pak. Qëllimisht po them pak. A di pse po them pak? Për ta kuptuar shumën në fakt. A ju kujtohet kur e rrahen shpulla këtë Zelenskin edhe shkelma të dalë për shtëpis bardh. Edhe i tha Trumpi këshërëti, quni, i Ukrajinës, që edhe kikiriz si gjell kunder Kinës, edhe s'ki ka qik me e mbrojtën vendin tënë. 1 milion ushtarë të kanë vra. Të ka shku e mbi 30% e tokës. Përveç kësaj, pse e budal edhe i ke ngu halkin, hin luft se na të animojme baje tash, dhe plus tash mi ki bërsh $500 miliard. Që kjo e pakja, me pakja që ka Ukrajina, është sasi nga e cila, nga tërsia, se nashta ka ma shumë, i ka thonë ti mu e mi ki bërsh o Zelenski, $500 miliard bërsh. Ato pare e di që si ki jeti kesh, po kime mjedhanën dzeheroret të cilat posedojnë dzehet e ralla. Shqiqa, miq, me pak ta $500 miliard. Neve përpara pa i dëgjue këto emna të këtyre elementeve të ralla, kur u folke 10 miliard, 20 miliard, 500 miliard, na u do që shumë marramence, tash 500 miliardi ka metën në këto terminologjit botnore si një fitil fara me bleje. Me shku të Gorani këtu në herën Gilan, e bleshëm fara zeza një fitil. Qika shka metën? Sepse, si shdo të mësoni, sasijen që e posedon Turqia, kemi të bëjmë me dhjetra e qindra triliona dollar me që të respektuar. Deri në vitet 1980, Kina ka prodhue në atë dzeheroren Mountain Pass në Kaliforni, por për shkak të kostos, për shkak të luksit, për shkak të sigurime o hajbir, për shkak të nëntokës, andej këndej, mafijave, Kalifornia u djeg, për shkak edhe se mafit amerikane kanë marrue, kur i ka marru shtetja të pendat, për me ju dash në rast lufte, në rast zjari, grupet mafioze në toka amerikane ka shku e ka bleje toka në mira hektar për me mjell rreth qatyre pendave, që me vjedh ujen prej pendave, kur u bo zjarmi edhe u kall Kalifornia, kur shkojnë me pa,
ato penda janë pa ujë, sepse janë shfrytëzue në tokat e atyre grupeve kriminale, korruptive, mafioze, që për shkak të atyre veprimeve kriminale këtu djeg krejt Kalifornia e Los Angelose. Pra, për shkak të gjitha këtyreve, pas vitit 1980, SHBA e mbyll Mountain Pass zerorën në Kaliforni, minierën, edhe kështu. A ju kujtohet miq, e kam përmen edhe në një video të kaluar, kjo kriza globale 2008-2009, isha në Dubai atëherë. E dijo nëse çfarë krize u bodhe shkaktoj. Edhe në atët voglit që ka ishëm aty, na prejke se unalën tregtarët, unalën udhëtimet, unalën aviacioni, hotelet zbrast, s'kishe njerëzit me pague për banesa, për sene, fillun me ikën, me dalën, me shkue, edhe teri në fund 2009 tani mbaroj. Në vitin 2010, Kina shkaboni, e kufizon eksportin e elementeve të ralla drejt Japonisë për shkak të konfliktit territorial në detin e Kinës lindore, të cilin po e nxiste Amerika. E bllokoi Japonien. Kur e bllokoi Japonien, në botë u shkaktu një panik global, që në fakt Kina tregoi se në të ardhmen elementet e ralla do t'i përdor si armën kryesore dhe më të rrezikshme gjeoekonomike. Që atëherë SHBA-ja, BE-ja, Japonia fillun me kriju rezerva emergjente, investuan në alternativa të ndryshme, në Australi, në Kanadë, në Vietnam, në Grenland, Donald Trumpi së fundi, por për shkak të prodhimeve enorme në industri, me televizora, me makina, para 50 vjetë, pas nëj Gjenin, nëj Einstein, nëj Newton, nuk pëdi, nuk kish mujt me imaginu këtë zhvillim kashtë madhë. U hargjun që ato rezerva. Dhe qka ndodhe? SHBA-t, me që prodheshin mikroqipa, e raketa, e satelita, janisën SHBA-t me endal eksportin drejt Kinës. Kina e kishke ndorë, edhe shkoj endali pastaj eksportin e teknologjisë që i prodhon qipat e magnetet e të tjera dhe ndalin në fakt eksportin e elementeve të ralla drejt SHBA-ve. Sidomos galiumin, germaniumin, grafitin dhe okside të tjera. Sot kompanit më të mëdha kineze, multitrilionerat e bilionerat e Amerikës, e miliarderat e Amerikës janë fokusue. Ndoshta e gjithë struktura politike, diplomatike amerikane është koncentruar të minierat e elementeve të ralla. Andaj, këtë që e thash, këto 3 fjalit e fundit, ti kuptoni edhe si përgjigjen ndaj atyre të cilët her e kanë shikuar Donald Trumpin me sy të çuditshëm, se ky njeri biznismen edhe nuk i di senet, ose ky njeri i keq i mirë ti ndesh duje, ndesh mos duje, vllavjen. Ato e mua atjetën, është problem shije, është problem vetëdije, është problem njohurie. Unë nuk po flas i mire, i keq, i jeshëm me plak e i ri. Unë po flas se sot SHBA-ja, Donald Trumpi detyrimisht janë koncentruar në këtë industri, në Kinën, në Evropën, në Rusien, polun ose boshtet e interesave globale, geopolitike, geostrategjike, geoekonomike, për shkak të dinamikave të reja që po vinë, jo për shkak se Donald Trump dëshiron të e bëj këtë. A mund të besoni, miq,
kompania MP Materials, pastaj Linus, pastaj Defense Metals dhe shumë të tjera në Amerikë janë partner të Pentagonit. Për sa përqind nuk e dije, po Pentagoni është partner. Kompanit më të mëdha multitrilionçe janë në partneritet me Pentagonin. Shteti, Pentagoni, ushtria është e kyçën në te. E kam spjeguar njëherë ushtrien egjiptiane. Në të kuptimin e nivelit të korrupsionit, se ushtria është e kyçën në çdo investim, edhe tokat, edhe ndërtimet, edhe bujqësia dhe industria janë të varur prej generalve e kolonelve e ushtarakve të ushtrisë egjiptiane. Janë të kyçën në zemër të jetës së popullit egjiptian. Nejse, në Amerikë, nga një perspektiv tjetër, krejt infrastruktura amerikane është e kyçën në këtë. Kina, të e ditë se mund të vi një ditë dhe Amerika mund të sulmoj në format të ndryshme, çka ka bëhe? Ka shkue që 7 vjet është të i bëhet anë këto fabrikat e veta të prodhimit të këtyre seneve drejt Malezis. Pak edhe në Vietnam, po si beson Vietnamit. Se me gjithë që Amerika e ka shkatrua, Amerika i ka ndihmu për më bo fuqia tjetash. Njoni pej 6 tigrave, 5 kanë qenë për para, kemi folë për ta, dhe është të i bajt fabrikat në Malezi pa shkak të sankcioneve dhe rreziqeve të ndryshme që mund të ndodhin atje. Tash, edhe njëre, pse Trump e lavdon kaq shumë Erdoganin? Pse SBA është duke shkuar ka të qenurit e varur shumë nga Turqia? Dhe qfar e bëri Turqin? Sa kaq superfuqia e dytë e botës? Më sakt, qfar fshihet pas gjithë kësaj loje? Gjithë kësaj ngjarje që po i ndryshon konstelacionin ndërkombëtare në themel. Çka o puna o miq të nderuar? Dëgjoni. Në korrekt të vitit 2022, qeveria turke njofton zbulimin e një magazine, e një pasurie gjigante, maramence e pa imagjinueshme të elementeve të ralla në rajonin Bejlikova në Eskisheher në Anadolin lindor. Sasia e vlerësuar e gjithë këtyre elementeve të ralla shkon në 694 milion ton. A thash në fillim, Kina i ka 440 milion ton dhe merr pjesë prej 37 deri në 42% të rezervave totale globale të elementeve të ralla. Turqia i ka tash në dorë 694 milion ton të gjetura në shtetin e Turqisë. Dhe me këtë e bën superfuqia e së ardhmës. Nga viti 2022, 10 miliarda dollar në heshtje Turqia i ka shpenzuar në shpimin dhe përpunimin, krijimin e infrastrukturës së prodhimit të këtyre elementeve të ralla që janë gjetur në rrafsh 312 bunar, puse apo xeherore për rreth në Bejlikova për rreth Eskisheherit. Nëse e shikojmë çmimin e tanishëm, ajo mund ta verifikoni. Për shembull, terbiumi, dysprosiumi, si shumë shtrajta, pastaj si matlira, ceriumi, lanthaniumi, ato të cilat i posedon të 17 lloje Turqia marr në tërsi shumën mesatare të këtyre si xehe që shkon midis 60 dhe 110.000 dollar, ndërsa ato shtrajta deri prej 170.000 deri në 350.000 dollar për ton. Turqia sot posedon 41.6 trilion dollar
pasuri nëntoksore, që pas 3 vjete veç fillon përpunimi i tyre, fuqja në industri apo shitja e tyre jashtë, 41.6 trilion dolar. Nëse këto përpunohen, pastrohen, e që Turqia do të ketë nevojë të madhe nga Kina sepse nuk e posedon atë industri, si kur Evropa këndej dhe perëndimi, kerët t'i kanë lanë me i prodhue lloj maqine, lloj pantole e sene, por motorin e të gjitha atyre të cilat bota i ka prodhu, ka qenë në dorën e botës perëndimore. Kina tash po thot, industria e përpunimit e pastrimit e futjes në përdorim të elementeve të ralla është në durët e mia. Te unë e keni musil, te unë në tavolin, atje në derën te me keni me trokit. Edhe Turqia ka bërë mbranda këtyre 2 viteve marrëveshje të ndryshme dhe të mëdha, flitet marrëveshje në vlerë mbi 950 miliard dolar me Kinën, si depozite dhe ato. Ku me di që shenë bo ato, nuk e di, për afër 1 trilion për me ja mundësu e Kina, ose atje me që me i pastru, ose me pru e në Turqi ka, ose diçka me bo dhe me i përpunue. Nëse përpunohen ato, çmimi i tyre është mbi 90 trilion dolar, e nëse futen në përpunim, në prodhim, po du me thonë, në raketa në ato, çmimi i tyre shkon në 130 trilion dolar. Po miq, unë jam të e ditë se çka jam të folë. Shumë mirë jam të e ditë se çka jam të folë. Dhe jam të e thonë se vëllimi tregtar i Gjermanisë për një vjet është 4.7 trilion dolar. Në terma nominal, dolar amerikan, dhe afërsisht 6.16 trilion dolar në terma të paritetit të fuqisë blerëse, PPP që është atje. Flas për vitin 2025. Franca është ekonomia e 9 në botë dhe e dyta në Evropë pas Gjermanisë. Britania miq, atë paren e ka, do me thënë këtë qarkullimin apo vëllimin e përgjithshëm tregtar, 3.9 trilion dolar. Dëgjoni miq, 41.6, 90, 130 trilion. Shqeni krasoni me Gjermaninë, me Britaninë, me Evropën. Përveç kësaj, miq, nëse e shikon totalin e GDP-s evropiane, të bashkimit evropian, del se fuqia ekonomike e Turqisë po e realizoj këtë gjigant projekt, do ta të i kaloj Evropën për disa herë. Se si krijohen konstelacionet më pasaj, si regulohen këtë çështje, se çfarë bëhet, sa përqen ka me hi Evropa, Amerika, sen, Allahu alem. Por ajo që dua ta them për afër fundit të videos. Kjo është arsyeja pse Donald Trump, Pentagoni, e kanë quë në maje të piramides foton, emrin dhe personalitetin e Recep Tayyip Erdogan. Kjo është arsyeja pse SBA-ja e vendos për ambasador të vetin Tom Barakun, një libanez me përjardhje, Amerikan me nacionalitet dhe një miliarder i Amerikës, i cili nga largu e nuhat industrin dhe tregtin e elementeve të ralla, i cili është interesuar shumë, si kur Britania e Madhe, ende pa u shpërbë Perandoria Osmane, si e ka nuhat erën e naftës në Erbil, në veri të Irakut, andaj kur shpërbëhet Perandoria Osmane, Britania e Madhe e merr nën kontrollin e vet pjesën e Irakut, Francës ja japin Levantin këndej,
në Egjipt atje dikush tjetër, Rusia, hajt birë dhe e coptojnë. Tom Baraku, si ambasador i Amerikës, i di këtë çështje, ka qenë i involvuar tërthorazi, jo tërthorazi, po direkt edhe në çështjet të Ukrainës, vetëm në këto të elementeve të ralla. Dhe e gjithë infrastruktura, miliardere dhe trilion që Amerikës tani mosyt i ka Republika e Turqisë. Kjo është arsyeja pse Turqies i jepet kaq shumë afinitet, rëndësi, kujdes. Kjo është arsyeja pse Turqia do të jetë, mos ta përsëriti madhe, nuk do ta them më, fuqia e katërt botnore, Kinë, Amerikë, Rusi, Turki, e cila do ta sundoj botën. Dhe nëse i këshyr studimet tepër të stërholluara të Ahmet Davutoğlu's, nëse i lexon studimet e akademikëve gjeopolitik dhe geostrategjik të Turqisë, a unë e falë Zotit i përcjeli në baza ditore pak studime të tilla që shkruhen në Turqi nga turqit dhe për Turqin dikun në botë që nuk i lexoj, vetëm nëse nuk arrit i gjej apo nuk kam kohë në një kohë të caktuar, por sigurisht nëse i gjej dhe i nuhas, i lexoj. Synimet e Turqisë janë mesavion. Shtrirja e atje ku ka qenë perandoria osmane. Ëndra e kombit turk, e sidomos e mendësisë të cilën e përfaqëson tani AKP-ja e Turqisë dhe presidenti i saj, Recep Tayyip Erdogan, është rishtrirja e Turqisë në teritoret ku ka qenë perandoria osmane, në Amerikë, në Azijen qendrore, në Kaukaz, në lindjen e mesme dhe bazë ta kenë Sirin dhe Libin atje, si që ka pas në kohën e perandorisë osmane. E në një video të ashpër do të flasë për prezencën amerikane në lindje të mesme edhe para viteve 1950-1960, që është në kohën e perandorisë osmane, kur anijet marina amerikane po i sulmon të piratët musliman që jetonin në brigjet perëndimore të Afrikës, sidomos në Maroko dhe në Mauritani. Amerika ka qenë prezente aty, dhe Turqia, perandoria osmane, ka qenë në Afrikën veriore dhe natyrisht zemër që i ka trokitur gjithmonë ka qenë Ballkani. Për këtë arsye, unë jo që mendoj, por në bazë të analizave të cilat më dalin mua, duke i lexuar mes rreshtat e këtyre studimeve, të cilat i trajtoj dhe i konsultoj vazhdimisht në jetën time, unë mendoj se pikërisht elementet e ralla që po e bëjnë Turqinë superfuqia e dytë e botës në të gjitha rrafshet, do t'ja mundson Turqisë rikthimin e saj përveç në Azinë qendrore, përveç në Kaukaz, përveç në lindjen e mesme, edhe në Ballkanin, edhe në gjeografinë shqiptare. Se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen, një Allah e di. Unë po flasë, si që kanë thënë, me harta dhe me letra mbi tavolinën time. Natën e mirë.